së Iranit me Izraelin. Goditjet e para të Izraelit që u bën në Iran kanë qenë një teknologji diku e parë më përpara. Pra, desha thoja këtë gjë, për shembull kur shërbimet sekrete iraniane, izraeliane, deportuan brenda territorit iranian, ku kanë montuar dronet që do godisnin sistemin kundërajror të Iranit, pra jo nga Izraeli ku e pritshin dhe do ta godisnin, por brenda Iranit. Dhe kjo taktik të çon në mendje tek sulmet ndaj triadës ruse të avionëve strategjik rus nga ana e Ukrainës një muaj përpara. Pra, teknologjia e tyre është e ngjashme dhe pyetja ishte, a ka marrë pjesë Masadi në organizimin e sulmeve ndaj triadës ruse? Rusia është një nga mos i vetmi shtet, një nga të paktat shtete që ka aset dhe ka domethënë qasje të dy palët e konfliktit, si te Izraeli, ashtu dhe tek Irani. Edhe presidenti Putin në ditën kur filloi konflikti foli si me presidentin iranian Pezeshkian, ashtu dhe me homologun e tij, kryeministrin e Izraelit Bibi Netanyahu. Dhe Netanyahu, do me thënë, kuptohet që Putini shpreu shqetësimin dhe dënimin e sulmit ndaj Iranit, por nga ana tjetër deklaroi që i kërkoi edhe garanci biles që Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të mos godisnin një central bërthamor në Iran që ndodhet në Bushehr. Pikërisht është një vend ku punojnë mbi 200 specialistë rus, si tha vetë Putini 3 ditë përpara. Pra, edhe është një fakt interesant që lufta filloi dhe po vazhdon, ndërsa ata specialistë janë në vendin e tyre. Dhe ky central bërthamor, që është kuptohet një central bërthamor elektrik, nuk është, domethënë, një objekt ushtarak, nuk është goditur nga Izraeli. Pra, interesi rus nuk është prekur. Do me thënë, sa mund t'jetë interes rus ky e qartë, por do me thënë kuptohet që është biznesu i rus me iranianët. Dhe ka pasur, do me thënë, goditje të Busherit, ka pasur goditje të aeroportit të Busherit, të pikave ushtarake në Busher, po jo të centralit bërthamor. Pra, kjo mund t'jetë një gjë që mund të jetë një marrëveshje më parshme dhe lufta vazhdon, do me thënë, por edhe në rrogos, si thuash, bëhen edhe marrëveshje që ne mos i dim. Edhe unë mund të përmend vetëm një fakt, po mund të ketë edhe fakte të tjerë. Për shembull, pardje kishte një lajm tjetër me insider, po e them, nuk e di se sa mund ta vërtetojnë, por do me thënë, më falni, biles lajmi ishte i djeshëm, që Rusia ishte informuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sulmin në Iran. Kjo është një gjë shumë, do me thënë se po t'jetë e vërtet, sepse kjo tregon që superfuqit koordinojnë veprimet e tyre, veprojnë në interesin e tyre, lëshojnë pe ku duhet dhe tolerojnë ku duhet dhe marrin të vetën ku duhet. Ka një luftë e kontrolluar. Ka të ngjarë, nuk mund ta afirmoj plotësisht, sepse sot për shembull shefi i zbulimit të Rusisë deklaroi që Rusia nuk ka pasur dieni që më përpara për sulmet në Iran. Mirë po, edhe sikur kjo të ishte e kundërta, unë mendoj personalisht që palja ruse nuk do ta pranonte këtë gjë, sepse kjo do të ndilte në ndesh me interesat, do të thënë, se si ka mundësi që një, le të themi, aleat strategjik që është Rusia për Iranin, e dinte për sulmin dhe nuk njoftoi Iranin. Pra, është një diçka shumë e rëndë. Prandaj edhe sigurisht që Rusia nuk do ta pranonte kurrë këtë gjë. Prandaj ndoshta është bërë dhe kjo, mund të jetë dhe vërtet që nuk e ka ditur, por si themi, nuk vjen. Kjo është ajo që duket, sikur thatë edhe ju pak më lart, nën rrogoz. Edhe sipas specialistëve, analistëve në Moskë, ka shanse që Rusia mos përfshihet ushtarakisht duke ndihmuar Iranin në një tjetër mënyrë? Por shikoni si tash si është situata. Le ta zëm që Rusia ndihmon Iranin për të riorganizuar mbrojtjen kundërajrore.
Jo për sulme, për le të themi Koha nuk për pret. mbrojtjen kundër ajrore. Kjo gjë do të ndihmonte për paqen apo jo?